Zgjedhjet e përgjithshme që mbahen më 8 qershor në bazë të fushatës së deritanishme janë më përfaqësuese dhe më dinamike në historikun 15 vjeçar të zgjedhjeve të lira në Kosovë, dhe si të tilla do të jenë në një vëzhgim shumë të afërt të vetë qytetarëve dhe të bashkësisë ndërkombëtare. Do të jetë ky dhe një test për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të dëshmuar se suksesi i zgjedhjeve lokale nuk ishte i rastësishëm, por një pjekuri e këtij institucioni për të menaxhuar sfidat që paraqesin zgjedhjet në konstelacionin e Kosovës. Ambasadore amerikane në Kombet e Bashkuara Rosemary DiCarlo tha në seancën e fundit për Kosovën se zgjedhjet komunale të vitit 2013 dëshmuan kapacitetin e Kosovës për të përmbushur standardet ndërkombëtare të zgjedhjeve dhe do të jetë e rëndësishme që e njëjta gjë të bëhet edhe në zgjedhjet nacionale. Një proces i hapur dhe i drejtë politik do t'i ndihmojë Kosovës të çimentojë vendin e saj në Europë, tha DiCarlo. Ndërsa ambasadori britanik Michael Tatham përshëndeti progresin në zgjedhjet lokale në Mitrovic, ndërsa nënvizoi se të dy palët, Kosova dhe Serbia, me një qëndrim konstruktiv duhet të sigurojnë pjesëmarrjen maksimale në zgjedhjet kombëtare në Kosovë. Kualiteti i procesit zgjedhor do të jetë shumë i rëndësishëm në vlerësimin e pjekurisë së shtetit, tha dhe ambasadorja e Luksemburgut Silvi Lucas.